të them sinqerisht, defekti, përplasja, prokurori gjykat. Prokuroria ka quar vrasje në rrethana cilësuese, me dashje. Jemi dakord? Kur keni qenë ju prokuror dhe më pas, e quan, pse e ndryshojti dhe cilat janë argumentat që sistemi gjyqësor, shkallë të parë, apel, të lartë, e kthyen vrasje nga pagujdesia. Ky është thelbi. Ka ishtë tjerët janë kot? Prokuroria me të metat e veta, por ja ka bërë shmetin dhe e qoj. Kthej përgjigje për atë që më pyet. Më pyeti kthej. Pyeti këta, unë e kam zakonin kthej përgjigje. E lash pyetjen gjysmë s'për shpon. Tani, nga ana e prokurorisë unë kam qenë tek, thash edhe një, kam qenë tek protestuesit, por do të përgjigjem se kam lexuar vendimin e gjykatës. Nga ana e prokurorisë është ngrit akuzë e parashikuar nga neni 79D. Pra vrasje kundër 2 ose më shumë dhe të rrezikshme, po është vrasje me dashje që është quar drejt. Seanca, do të thonë shkallë e parë dha pafajësi, është ankuar çështja në apel nga ana e prokurorëve të çështjes. Apeli ka bërë një ndryshim kualifikimi. Do të thonë ka çmuar që në rastin konkret jemi para veprës penale të vrasjes nga pagujdesia. Është bërë rekurs në gjykatë lartë nga ana e prokurorisë dhe gjykata e lartë nuk e ka hapur më këtë çështje. Pra, qëllimi, do të thonë, akuza e ngrit nga prokuroria ka qenë për veprën penale të parashikuar nga neni 79. Po të kemi parasysh që është ndjekur dhe, domethënë, është diçka zyrtare. Një nga prokurorët e çështjes, për shembull, në apel, sepse SPAK-u e ka ndryshe funksionimin, që prokurori shkallës parë mund të jetë dhe prokuror çështje në apel, ndjek çështjen deri në gjykatë lartë. Më përpara ka qenë ndryshe. Prokurorët e shkallës parë janë të përcaktuar, kurse në mesa kujtoj, do të them dhe jam i saktë për këtë, në apel ka qenë prokuror Altin Dumani, ka qenë i çështjes, dhe Shkëlqim Hajdari. Ta dy prokurorë që kanë përfaqësuar akuzën në gjyq. Tani këto janë vendime gjykate që po gjykata s'është perëndi për atë punë. Unë nuk i diskutoj. Domethënë e kam parim që vendimet e gjykatës, m'pëlqen, s'pëlqen është argumenti gjyqësorit, arsyetimi. Argumenti i gjykatës sot është arsyetimi nga poshtë nga pagujdesia. Ju keni thënë që provat e 20 janarit janë prishur, pra janë dëmtuar. Po, aq sa keni bërë në mënyrë publike, pavarësisht që unë kam informacion. Çfarë informacione keni ju? Po, për shembull, tek mënyra e mbledhjes gëzhojave, mua më kanë thënë oficerët policisë gjyqësore, mblodhëm një pjesë, aq sa mblodhëm, të tjerat ofshin me... Po, opinioni publik e di që janë prish provat e gjilpëra e pistoletës të ish komandantit të gardës. Opinioni e di që kryeministri nuk lejojti të ekzekutoheshin urdhrat e arrestit të prokurorisë. Po çfarë duhet më shumë, mjafton kaq. Po serveri që ishte shkatëruar e nxjerr jashtë përdorimit. Po çfarë duhet më shumë për të bërë? Mua më shqetëson arsyetimi i gjykatës. Në fund të fundit thash me mangësi çfarë mund të ketë bërë, gjithmonë kanë hetime defekte. Po vlerësimi, arsyetimi, akuza ishte vrasje me dashje në rrethana cilësuese të shumë personave. Edhe ta kalosh arsyetimin, kualifikimin në vrasje nga pakujdesia, ku dihet kush është vrasje nga pakujdesia, kjo është, do të thotë, tërë ata gjykatës, nda e dua arsyetimin se mund mos e di unë. Në fakt jam jurist, i dalloj mirë veprat të vrasjet njërën nga tjetra. Ka një arsyetim aty, prandaj desha unë këtë. Qartë. Përsa i përket vendit ngjarjes, përsa i përket vendit ngjarjes, vendi i ngjarjes po të kemi parasysh, se keni dhe një uri nga armat, vepra penale e vrasjes ka ndodhur me fishet kalibrit 9. Unë kam qenë vetë në vend ngjarje, kemi mbledhur shumë gëzhoje, aty ka pasur dhe gëzhoja Kalashnikov ose 7.62, dhe gjatë kontaktit që kam pasur, sepse një nga prokurorët e çështjes ka qenë tek viktimat. Dhe na informoj që se paka shumë neve i njohim, se unë kam qenë të sektori i vrasjeve, që predhat e gjetur janë të kalibrit 9. Dhe në vendngjarje, sepse në vendngjarje s'bëhet ndarje, pra që jo gëzoja kadhashe, gëzoja pistolete nga to të voglat, nga to të nënçet, por ne kemi pak dhe kemi qenë shumë korrekt, dhe armët e grupit zjarrit, pjesa më e madhe e gëzhojave janë gjetur. Prandaj do të them që armët e pjesëtarëve të grupit zjarrit i korrespondojnë gëzhojat e gjetur. Një gëzhojë dhe mund të ketë ikur, mund të ashtu, por gëzhojat kryesore në lidhje me ngjarjen mund të ketë një veprim tjetër, po. Në lidhje me urdhat e ndalimit,
këtu po që ka pasur. Pra, duhet ndajmë një diçka. Lidhe me marrjen e provave nuk ka pas probleme. Se është gjë sa është bërë, qyre se unë kam qenë vetë prokurori vendngjarës. Mund të them që s'na lanë të merrnin grojat, por unë e kam bërë qyren unë vetë. Personalisht e kam bërë qyren me, më falë, të jemi sakt, se du të jemi sakt se janë letrat aty. Na gjon dhe publiku kemi dhe detyrim ndaj familjarëve të viktimave. Qëtë ishte situata kur mblodhe gëzhoja? Dhe mbledhja e gëzhojeve nuk ka pas një problem, i kemi mbledhur